Përshëndetje, sot po përgatisim një recetë tepër të sheshme burek me gjizë dhe me vezë, ose një ndryshe edhe si përpeç. Fillojmë me recetën. Në një enë shtojmë 400 ml ujë. Këtu shtojmë një lugë të mesme me kryp, por e mbushim plot. Vazhdojmë e tresim kripën pak me lugë edhe shtojmë mielën. Këto janë krejt përbërësit që na nevojiten për me përgatit edhe brumin e kësaj recete. Vazhdojmë mielin e hidhim gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Në total, për me formu brumin, më deshtën 560 gram miell, por gjithmonë mielin unë e mati me një matëse digjitale. 560 gram miell dhe po e vreni që brumi nuk bëhet i but pak më i fortë. E lam brumin që të pushoj për 10 minuta, deri në 20 minuta. Pasi brumi ka pushu, edhe bëhet më i mirë. Vazhdojmë brumin e përzim pak, e mandej e ndojmë në pjesë të barabarta. Edhe unë sot kam vendos me përgatit këtë recetë me 20 kuleç. Po vazhdoj po i ndojmë kuleçt apo pjesët e mandej do të formojmë edhe kuleçt e vegjël. Do të përdorim sot një teknik të hapjes së petës pak më ndryshe nga herat e tjera, por që bëhet byreku më i mirë se sa kur ju mund ta bleni në burektore. Ja vlen ta provoni edhe këtë recetë. Po vazhdojmë edhe po i formojmë kuleçet. Të gjithë kuleçt, 20 kuleç. Pasi t'i formojmë, do t'i lojmë anash ose të t'i lojmë në një tepsi. Pasi kuleçt janë gati, ne marrim kulaçin e parë që ka pushu tash veç, edhe fillojmë me e qelë. Vazhdojmë e qelim kulaçin e parë, shtojmë miell nga pak atë sa kena nevojë. Vazhdojmë edhe e qelim kështu si në video, edhe kështu do të vazhdoj me të gjithë kuleçet, por jo 20 kuleç për një herë. Vetëm 10 kuleçet e parë do t'i qelim në këtë madhësi si në video. Për shkak se temperatura janë të nxehta, mos na lshohet brumi shumë, po vazhdojmë vetëm me 10 kuleçet e parë. Pasi të kemi përfundu, vazhdojmë edhe pejtat do t'i lyejmë me gjalpë dhe me vaj. Gjithmonë kur përgatisim receta me brom, është mirë me përdor gjalpin për shkak se më pak është i dëmshëm nga të tjerët, si margarina. Shtoni gjalp dikon rreth 200 gram, mandej shtojmë 50 deri në 60 ml vaj. Vazhdojmë edhe i përzim, edhe tash po i lyjmë secilën pejt, pra 10 pejtat e para, po i vreni këto. Edhe pasi t'i lyejmë, do vazhdojmë edhe do e përgatisim recetën, do bëjmë hapjen ose qeljen e pejtës, si në video që do ta shikoni, për çudi pra kësaj radhe asnjë pejt nuk më shkoi hoq, as nuk u qa, as nuk u kres, pra shikoni videon për ta kuptuar recetën. Po e shikoni që tepsien po e lyj me pak gjalp ose margarin, nuk prish punë, edhe tash pasi që e kena lyj, vazhdojmë marrim pejtët edhe një nga një, do i qelim kështu si në video. Tash këto pasi që i kemi lyr me i ndyr, po vreni që po hapen shumë kollaj, edhe pejtën e parë nuk e sillim ose nuk e kthejmë nga ana që është e lyer me gjalp, por nga ana tjetër, pra ku ka pushu, për shkak se ju e patë se tepsien e kemi lyj me gjalp, pra mos bëhet shumë, edhe mos na rrëshqet pastaj brumi. E pejtat e tjera do i kthejmë nga ana e kundërt. Po e shikoni se sa mirë që brumi po shkon. Nëse brumi nuk ju shkon kështu, lirisht mund ta leni pak me pushu, por jo shumë. Besoj që do të hapen pejtat kështu, si në video. Vazhdoj me pejtën e dytë. Dhe sigurisht e vrejtet që pejtën e dytë e ktheva nga pjesa apo sipërfaqja ku unë e kam lyj me yndyrë.
E kjo pjesa që është pali, po e lajmë kështu mbi, të duket. Edhe kështu do të vazhdojmë një mbi një, do i rendisim të gjitha pejtat. S'ka nevoj me i ly në mes me i ndyr, pra mundeni vetëm një herë në mes ose edhe ban pali heq, kështu vetëm se do i zgjatim njëra mbi tjetrën, si në video, pra kështu hapen let, ma let s'ka qysh me shku, po për çudi thash as një pejt nuk u qa, as nuk u nda, duke e përgadit recetën. Brumi është perfekt, i mirë, i holl, edhe vazhdojmë kështu, e përgatisim edhe byrekun më të shishëm. Nëse doni me provu recetën, lirisht fillone, edhe ju, edhe bëhet një byrek pa rreth edhe tepër i mirë krokant edhe i shishëm. Pra, thash fillimisht, vetëm 10 pejtat e para, po i hapim në këtë mënyrë. E pastaj do të vazhdojmë edhe do e bëjmë mbushjen me gjizë dhe me vezë. Për mbushja unë zgjodha me përgadit, pra gjizë, vezë, 3 vezë, dikun për afërsisht 400 gram gjizë, edhe vazhdojmë të gjitha i përzim kështu mirë, që të përzihen vezët me gjizën, edhe tash pasi kemi gati do i shtojmë në mes, pra është një përpeç tepër i shishëm, tepër i mirë, një burek, pra që ja vlen të provohet. Nëse e përgatisni dhe ju boft mirë. Tash pasi që e kemi shtuar gjizën, vazhdojmë me përgatitjen e 10 kuleçve të tjerë. Do i hapim njëjtë, sikur të tjerat, do i lyejmë me vaj edhe vazhdojmë i qelim sërish, sikurse ato 10 të parat pra. Brumi pra tash shkon shumë mirë, s'keni me pas problem në hapjen e pejtave, besoj. Shikoni se sa mirë që përgatitet receta. Provoni edhe ju nëse doni, edhe besoj që do ta pëlqeni këtë recetë. Tepsia është parapërsisht tykund 42 cm. Edhe krejt në fund e lyejmë me yndyrën që na ka mbetur, edhe do i fusim në furrë të nxehur në temperaturë 250 gradë. Pasi që e kemi pjekur kështu mirë, edhe është skuqmbe, është gati, është krokante, edhe pjesa poshtë është pjek mjaftueshëm mirë. Pra kjo është byreku më i mirë që ju mund ta përgatisni për familjen tuaj. Ne do ta lëm byrekun që të pushoj për 10 minuta mbuluar ose 5 minuta, tash varet se doni ju të nxehtë, e pastaj e provojmë edhe e shijojmë. E lëni të mbuluar që pak të zbutet.
Edhe pasi ta kemi gati, ne vazhdojmë edhe e provojmë këtë recetë. Pra shohim edhe rezultatin e byrekut të sotshëm. Na ka dalë një byrek tepër i mirë i shishëm. Shikone, është tepër i mirë. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Edhe neve na bëf mirë, edhe mirë mbeqi deri në recetën tjetër të radhës.